Kuvendi ka zhvilluar seancën e radhës parlamentare ku në rendin e ditës një nga pikat kryesore ishte mocioni me debat për problematikat e evidentuara në raportin e DASH për klimën e investimeve në Shqipëri, si dhe për raportin vjetor që qeveria për integrimin në Bashkimin Evropian, i cili do të shqyrtohet paralelisht me atë të Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian. Deputetët e opozitës kërkuan prezencën e kryeministit Rama në seancë për të diskutuar përvijimin e negociatave ose në të kundërt mocioni me debat të zhvillohej në një mënyrë dhe moment tjetër. Ndërsa kërkesa e Klevis Balliut për interpelancën me kryeministrin Rama për projektin Smart City u rrëzua. Kryeu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi magjerancën se procesi i integrimit po e bazon në mashtrime, censur dhe fshehje të së vërtetës. Në këtë parlament, raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë të rëndësishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni. Gazmend Bardhi kërkoi llogari në kuvend për mungesën e kryeministit Rama në ditën kur po diskutohet projekt rezoluta për integrimin. Kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike tha se s'mund të diskutohet për një proces me rëndësi të tillë pa praninë e Ramës, ndërsa shtoi se ky i fundit është paraqitur vetëm 2 herë në kuvend. Diskutimi 5 orë për raportin e integrimit është dakordsuar. Pra nuk u ngrit shqetësimi për këtë çështje. U ngrit shqetësimi që pse bashkohen të dyja çështjet. Dhe e vërteta është që bashkimi i dy çështjeve ka qenë një vendimarrje e një anshme e mazhorancës në seancë plenare. Pra nuk është një çështje e dakordsuar mes palëve. Por nuk e kërkova fjalën për këtë, e kërkova për sqaruar faktin që raportimi i Këshillit Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit evropian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla ka deklaruar se procesi i integrimit evropian të Shqipërisë ka hyrë në një fazë të re, atë të veprimit konkret dhe jo në atë me aspirat. Duke folur në kuvend, Balla u shpreh se anëtarësimi në Bashkimin Evropian është objektivi madhor kombëtar. Dhe e vërteta është se Shqipëria ndodhet sot në një fazë të re, më dinamike dhe më të matshme të këtij procesi. Ne kemi kaluar nga faza e aspiratës në fazën e veprimit, nga premtimet tek rezultatet e verifikueshme. Fal një pune intensive dhe të koordinuar të një ekipi negociator që gjej rastin t'i përgëzoj, Shqipëria ka arritur që brenda 13 muajve të hapi 6 grup kapitujt negociues. Nuk ka munguar as përplasjet me socialistëve. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi solli ndërmend Ulsimani estetikën e komunikimit në kuvend, ndërsa kryetari i Komisionit Ligjeve kërkoi fjalën për procedurë, pasi mbaroi Berisha. Peleshi tha se s'mund t'ia jepte për shkak të minutazhit. Gjatë vimit të kërkesës së tij, mania ju drejtua në mënyrë konfidenciale, por Peleshi ju përgjigj prerazi. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Pas këtyre fjalëve të Peleshit, opozita duket se u kënaq pasi shpërtheu në duart trokitje.